Të dashur shqiptar është përsëri mesnat, nuk kam fuqi të ulëri, edhe po të dua. Kam gjetur fjalën amik në gjuhën ilire. Është emri i një iliri aristokrat të varrosur në Dyrrhachium. Ky emër është përpara se sa të pushtohej Iliria nga Perandoria Romake. Kjo pllak daton që nga shekulli i 5 para erës sonë, të paktën, sipas izotopeve të karbonit. Është zbuluar nga ekipi francez, përsëri ekipi francez e quan këtë gjuhë pelazgjike. Dhe arsyeja pse e quan këtë gjuhë pelazgjike, megjithse kjo gjuhë shkruhet me shkronja helene, është fakti se këto fjalë nuk gjenden në gjuhën greke, në asnjë dialekt. Personi është i lirë dhe ka emrin Amikas. Dhe ky emër vjen nga fjala amë e shqipes. Po ju betohem, në të gjithë fjalorët thuhet që fjala mik vjen nga amicus i latinishtes. E pra kur ta shikoni ju që fjala mik e shqipes vjen nga amikas e ilirishtes, ju do thyeni sot kompjuterin, telefonin, çdo gjë me cilin po shikoni këtë film. Do thyeni diçka. Nuk e di, çfarë ka ndodhur. Nuk e imagjinon do të truri njeriut atë që ka ndodhur. Të dashur shqiptar, shovinistët grek më kanë kërcenuar me jetë mua, patriotin më të madh të gjuhës shqipe. Arsyeja pse e kam gjetur këtë fjalë ka qenë pikërisht Neritan Ceka, i cili thotë që emri Amikas nuk është grek, është e vërtet. Mirë po, Neritan Ceka nuk di as shqip as latinisht. Dhe fjala Amikas, siç e shikoni, vjen nga fjala amë, sepse e njëjta fjalë amicus gjithashtu vjen nga fjala amë. Dhe kryeqyteti i latinëve, Roma e vjetër, ka qenë Albanopolis ose Alba Longa, të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, pra nga fjala amikas ka ardhur latinishtja amicus. Po kjo është çmenduri. Tani, Neritan Ceka thotë që ky është emri një sklavi, ndërsa unë kam gjetur, të dashur shqiptar, që ky është emri i një aristokrati i lirë, dhe Neritan Ceka thotë që ky është dokumenti i lirimit të këtij sklavi. Në fakt, ky është monumenti i varrit të këtij iliri, një varr madhështor, dhe kjo fjalë gjendet në shqip hajre, në shqip është për hajër, ka kuptimin lamtumir në ilirisht. Grekët thonë që është fjalë greke. E po mirë tani, latinët thonë që kjo është fjalë latine, grekët thonë kjo është fjalë greke, e ç'na mbeti ne? Janë sulur si ato korbat, këta fqinjët tanë dhe po na hanë mishin të gjallë të dashur shqiptar. Edhe një herë, siç e shikoni, ky është emri i pastër i lirë, me mbaresi lire. Dhe është pikërisht me origjinë nga fjala amë, nënë. Unë jam ai që kam gjetur që fjala nana, që do thot nënë në shqip, por edhe gjyshe, por edhe grua, është në ilirisht. Nana gyne do të thot nënë grua dhe nana mater nënë motër. Dhe unë kam gjetur këtë fjalë në 55 vend banime në të gjithë Mesdheun. Pra këta ishin pellazgët, ishin Heleno-ilir që flisin një degëzim indo-europian të ngjashëm me latinishten, të ngjashëm me helenishten, por krejt tjetër me mbaresa të tjera, dhe fjala amikas, siç e shikoni, nuk është në greqisht. Është vetëm në latinisht dhe në ilirisht. Por forma amicus është më e vonë, më e lashta është forma amikas në ilirisht. Është emri i një personi, aristokrati. Ky është varri i tij, të dashur shqiptar.
Kjo fjalë është gjetur në helenisht vetëm në formën amas, që do thot nënë. Është gjetur në gjuhën në Islandës së vjetër ama, që i thon gjyshes, në gjuhën gjermanike të lartë ama i thonë nënës. Pra, është fjalë fëminore, është origjina e fjalës amare me dashuru në latinisht. Pra, përfundimisht, të dashur shqiptar, kjo fjalë ama sqarohet në fjalorin e Hezikyusit, përse helenet përdorin fjalor për të studiuar fjalë helene, sepse këto ishin fjalë ilire. Fjalori Hezikyusit është fjalori i dialekteve ilire, sepse këtë thot edhe Hezikyusi dhe këtë thot edhe Sofokliu në tragjedin Triptolemus. Variantet dialektore quhen ilirishti ose gjuhë e shtrëmbur nga fjala ilos i shtrëmbur në helenisht. Por kjo është provë e patundshme që Amikas është emër personi i varrosur dhe në varrin e tij pra shkruhet fjala hajre, do të thot lam të mirë, në ilirisht dhe në shqip. Pra mbas pushtimit të Ilirisë nga trupat romake, fjala Amikas e ilirishtes u zvendësua me fjalën amicus e latinishtes dhe lindi fjala mik e shqipes. Gjoja, por fjala mik është shkurtim i ilirishtes Amikas. Ilirët i shkurtojnë fjalët. Për shembull, shtëpi ne e kthejmë në shtëpi. Mëngjes ne e kthejmë në mjes. Është natyra e shqiptarit e ilirit që bën lojë me fjalët. Pra nuk ka fjalë monosilabike. E kuptuat? Amikas është me 3 rokje. Të gjithë ata, sudet, jevgjit, që kanë ardhur në Shqipëri mbas shekullit të 15 me turqit, dhe po na evgjitërojnë në gjuhën, duhet ta dinë këta jevgjë që gjuha ilire kishte fjalë me 2 rokje të paktën, sepse kishte mbaresa, çdo fjalë ishte rënja dhe mbaresa, dhe në këtë rast amikas është me 3 rokje si fjala e latinishtes, amicus. Këta janë mashtrues evgjitë që ju vodhën lekët i vunë në piramidat e tyre, e shkatruan atë dheun ton të dashur, ca jevgjitë të dashur shqiptar, ca serbë në Vuçidol, dhe na vjen një sude tashti, një sude që thotë fjalët e Shqipës janë krijuar nga fjalë një rokshe, majmunësh. Këtu është prova që amicus është në ilirisht amikas, të dashur shqiptar. Dhe fjala ama është me 2 rokje, të dashur shqiptar. U bindët tani, nuk ka fjalë një rokshe në ilirisht. Duhet ju vi shumë rënd nga vetja që ju mashtron. Një agronom, një geolog dhe një sude të dashur shqiptar. Ajo ka ngritur skemën piramidale të fjalëve të Shqipes. Po shkatron gjuhën ton një sude. Dhe ju do ta bëni atë kryeministre ose presidente, diun. Ju e ka bërë trurin uj sudja, uj të lumit drilon. Miru pafshim të dashur shqiptar, të dashur miq, që emri i plot është amikas në ilirisht. Miru pafshim amikas të dashur. Miru pafshim.